Në akuzën e vrasjes në rrethana të tjera cilësuese, drejtësia shqiptare kërkon të gjykojë libanezin 50 vjeçar që vrau të bijën vitin e kaluar në Tiranë. Fadi Aluan goditi me thik vajzën e tij 24 vjeçare Rajan, nën e 3 fëmijëve, pak pasi kishin bërritur në kryeqytet nga Gjermania, ku ishin shpërngulur më herët. Menjëherë pas krimit ai u zhduk pa lënë gjurmë për t'u lokalizuar më pas në Liban, ndërsa në Shqipëri për shkak të akuzës që rëndon mbi të, rrezikon dënimin e përjetshëm. Ereja Rajan Aluan ishte e divorcuar, ndërsa 3 të vegjëlit jetonin në Liban me të atin e tyre. Prokuroria siguroi bindjen se ishte ritmi i ri i jetës perëndimore, ai që çoi në probleme të shpeshta të saj me familjarët, ndaj i ati i mori jetën pak pasi kishin bërritur në Shqipëri në një apartament me qira auditore. Ishte pronarja e shtëpisë ajo që e gjeti pa shenja jete 24 vjeçaren, e cila më pas u zhvendos në morgun e kryeqytetit, ku edhe qëndroi për ditë me radhë, derisa u identifikua për t'u përcjellë në banesën e fundit nga vëllezërit e saj në Gjermani. Autoritetet asokohe bën shpallje në kërkim ndërkombëtar të atit të saj Fadi Aluan, por pa sukses, edhe pse u arrestua më pas në Beirut. Gjykata e qytetit të tij të lindjes refuzoi ta ekstradojë drejt vendit ton, duke ngrirë kështu procesin gjyqësor ndaj tij.